Një aksident tragjik ka ndodhur paraditën e së dielës në brigjet e Durrësit përballë zonës së njohur si Shkombi Kavajës. Dy shtetas që lundronin në një mjet ujë të llojit jet ski kanë përfunduar në det pasi manovre të gabuar që dyshohet se u bë fatale për njërin prej tyre duke i shkaktuar vdekjen. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:15 minuta të së dielës, kur policia kufitare e portit të Durrësit është njoftuar se dy persona kishin rënë në ujë ndërsa po lundronin me jet ski pranë Shkombit të Kavajës. Në ndihmë të tyre kanë shkuar forcat e policisë kufitare me një mjet lundrues duke bërë të mundur nxjerrjen e dy shtetasve nga uji dhe transportimin e tyre drejt portit ku i priste ekipi i urgjencës. Gjatë verifikimeve paraprake nga ekipi mjekësor i urgjencës u konstatua se njëri prej tyre, shtetasi SO, 34 vjeç me banim në Angli kishte ndëruar jetë, ndërsa shtetësja VB, 31 vjeçe po ashtu banuese në Angli, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe është transportuar menjëherë drejt spitalit të Durrësit. Policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Në drejtimin e prokurorisë hetimet po vijojnë për të kuptuar nëse aksidenti ka ardhur si pasojë pakujdesisë apo ndonjë defekti teknik të mjetit lundrues. Ngjarja e rëndë ka rikthyer në vëmendje rrezikun që bartin mjetet lundruese kur përdoren pa masa sigurie të plota apo mbikëqyrje të specializuar, gjë që ka shkaktuar tragjedi edhe vitet e kaluara gjatë sezonit turistik në vendin tonë.